Po nuk ka të drejtë nga pikpamja e shtetit të drejtës. Unë jemi të tre avokat këtu, kush do ndalon ne të japim opinion për vendim gjykatës? Po nuk je kryeminist ti më bën. Ska lidhje, palësh dhe ai. Është i thirrur madje, se s'ka hap çështën ai. Ai është i thirrur, hajde në gjyq se do përgjigjesh shturp. Tani, edhe një avokati e marrë ato gjëra apo tash. Ndryshe është thjesht palë në gjyq. Ndryshe është kryeministri i parasonë interesat e vendit tatë. Po jo, më ky është kompleksim, valla, se s'ka gjyqë ku. Fakti që flet kryeministri, kryeministri nuk mund të shajë, të shantazhojë dhe të tregojë dietarët si çfarë do të marrë. Ta bëjmë qetësi. Edhe një herë, kryeministri nuk ka bërë asnjë sharje, zero. Nuk ka thyer turp ky vendim po u marr. Jo, për mua thotë është turp, ky është një opinion. Nuk i ka thënë t'ju vi turp, ju ka thënë për mua nëse merr se s'është marrë akoma, për mua është turp. Për mua është turp. Turpi është vendimi dimër, por turpi hahet me buksat. Ne vendosim ku dushat atë shkallën ta bëjmë debat tamam apo ta bëjmë tollovitën. Edhe një herë. Ti thua, është ndërhyrje gjyqësor, fakti që jep një opinion kryeministri. Unë se kam dëgjuar, as se kam lexuar në këto 20 vite eksperiencë profesionale, unë se kam dëgjuar gjikundi që dikush e drejta e folurit ndikon në një pushtet. Pavarësia një pushteti apo check and balance ka lidhje me përdorin e pushtetit që ti ke për të ndërhyrë ke pushtet tjetër. Nuk ka lidhje me të folurat. Madje, nëse ka një pushtet i cili do të jetë super i kujdesshëm, i matur, i tërhequr, se s'kam mbaruar. I kujdesshëm, i matur, institucional, sepse nesër mund t'i ketë palë gjykim, është gjykata, gjyqtarët. Madje unë kam qenë ndër ata që kam thënë që një ndër meta që ka pas gjyqësori para 2016 ka qenë se kanë qenë shumë pasiv me median. Gjykata du dalin media, por du t'jesh shumë e kujdesshme, sepse ai nuk përfaqëson emocionet apo nuk përfaqëson një qëndrim në individi, përfaqëson qëndrimin e një trupe e cila është trupra e arbitrave, po e përsëris pra pavarësisht se dakord, e arbitrave të gjithë pushteteve, se gjithë do përplasen nga gjykata në fund. Ashtu siç ndodh edhe në këtë rast, ke gjykata apo ndodh kjo historia. Tani kryeministri ju do të më heq drejt e fjalës. Po jo, sepse po jo pra, ju nuk e thjeshtoj fare. As citate retorike. Jo, nuk e thjeshtoj fare. Unë jam të drejtë fjalë kryeministri për të komentuar punën e gjyqtarëve, por as në gjykatë. Kush e ndalon? Vetëm ti. Parimet themelore të shtetit, ekzekutivit, ora do të kryeministri është kryetari ekzekutiv. Jemi në fushën e ligjeve, nuk jemi në fushën e parimeve, jemi në fushën e ligjeve. Po ligji e parime, po pse nga vin ligjet dalin nga hiçi? Po nuk ka rëndësi nga vin, ka rëndësi që është shkruar. Nuk ka rëndësi nga vin, ka rëndësi që është shkruar. E shkruara e Zez Bitbar. Po thuj parimin u thuj ligji. Edhe një herë, e shkruara e Zez Bitbar se unë jam vetëm parimin kushtetuese në këtë. Po parimin kushtetues kjo. Ekzekutivi nuk e komenton punën e gjykatës kushtetuese. As gjykatës shkallës parë, parimet kushtetuese janë të shkruara të Zez Bitbar mbi Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Edhe opinionet. Je literalist, je fundamentalist. Literalist është fundamentalist. Mos u merr me etika time. Jo, jo, pra se sa po më vure notën, tash nuk je për të vënë notën mua. Po lezim literal për mua. Ashtu siç nuk ta vë notën unë ty. Pavarësisht se si jurist. Tani edhe një herë. Nuk po ta ofendoj mos e ke gabim tash. Nuk e mora ofendim, unë thash me etiketove, e vure notën. Po po bëj interpretim asaj futi. Nota jote mund të jetë lart, nuk thash gjë. Tani edhe një herë. E parimet kushtetuese janë të shkruar të Zez Bitbar dhe check and balance nuk ka lidhje me opinionet. Përkundrazi, unë mendoj që është shumë e shëndetshme çdo debat që bëhet, edhe gjyqësorët duhet bëjë debat. Por ajo që u zbi dakord dhe shumë shqetësuese është gjuha. Jo fakti që kanë dalë dhe kanë bërë debat. Debatet e pushteteve janë vetëm të shëndetshme, sepse kur bëhet debat dhe përplaset gjendet kufiri, të dy pushtetet shtyjnë njëri tjetrin, sepse janë të prirura për të shtyrë hapësirën e vetë pushtetit dhe do e gjejnë kufirin nëpërmjet debateve, por të qëndrohet njëri pasiv dhe tjetri vetëm flet. Atëherë sigurisht që do shtyhet siç ka ndodhur para 2013-s, që vetëm njëri e palë shtynte, shty dhe gjykatat ishin varësit njërit pushtet. S'kishte gjykata, s'ekzistonin në kuptimin e varësisë flas, kështu formalisht dhe vendime jepshin. Por në kuptimin e varësisë ne s'kishim gjykatë pavarë. Tani në këndvështrimin tim personal. Ka shkuar varësi vetëm pushtetit gjyqësor, ishin varësi pushtetit politik. Tërësisht varësi pushtetit politik. Tani është përbysur në vlerësimin tim. Gjykatat kanë marrë një pushtet që nuk ja njeh kushtetuta. Gjyqësori ka marrë një pushtet që nuk ja njeh kushtetuta. Dhe deklarata është
përqus i këtij mentaliteti. Prandaj them unë shqetësuese. Janë djerë sulmuara. Jo, s'ka rëndësi, ti mund sulmohesh, gjyqtari nuk del nga mentaliteti. Gjyqtari mund sulmohet, por nuk del nga mentaliteti. Të lutem, prandaj është gjyqtari. Prandaj e mban atë tokën e kuqe këtu e zezë. Ai është gjykat, sepse ka raste që gjyqtari është se kolegu e ka provuar. Kolegu e ka provuar sa gjyqit mund kesh dhe fyrje dhe ofendime, por kjo nuk do të thonë gjyqtari dali nga roli. Nuk del nga roli. Këtu i bie dakord. Kishe shkruar ti madje. Vetëm kishin pyet mua po. Unë jam me deklaratë, s'bim dakord. Jam me deklaratë e gjyqtarit. Shqyqyr që kanë folë, shqyqyr që s'bim dakord. Shqyqyr që kanë dhënë që gjyqtarët flasin herë më. Dhe ti thonë bim dakord. Dhe i përgjigjen dhëm për dhëm. Dhëm për dhëm atë Patjetër, zotë janë dy. prit se ka prit se ka diferencë madhe. Çfarë diferencë? Jam shumë dakord. Është marrë me palën, Jam shumë dakord, jo me interpretimin juridik të objektit kërkesës. Ta mbyll. Jam shumë dakord për dhëm, jam shumë dakord për t'u kthyer me deklaratë. Nuk jam dakord me gjuhën, sepse gjuha tregon arrogancë. Gjua tregon që ti i kundërvihesh 800.000 shqiptarëve, se kur ti kundërvihesh kryeministit të Shqipërisë, je duke kundërvyer qytetarët e Shqipërisë. Jo, ndjes, Dreca, me që the për këtë përplasjen mes një sekond, për këtë kufirin mes pushteteve, pra që shtyn njëra palë, dikur e shtynte vetëm njëra. Një sekond. Kufirin e ndan gjykata kushtetuese, pra ky është sistemi. Jo, varësit të kompetencave, jo gjithmonë gjykata kushtetuese. Jo gjithmonë gjykata kushtetuese e ndan këto shtyrjet. Por e rëndësishme është bëhet debat, se është i shëndetshëm, debati i shëndetshëm, nëse nuk kalohen kufit dhe të etikës. Dakor, për të kalimi i kufive dhe të etikës. Sepse do ta përsërisë edhe një herë tjetër, ai gjyqtari që ka firmos atë që ne nuk e dimë se kush ka firmos, ai gjyqtari përjashtohet nga çdo gjykim që është palë qeveria apo një antar i qeverisë, sepse ka treguar që ka duf ndaj opinionit të kryeministit të Shqipërisë. Nuk ka asnjë të drejtë në botë që të godasë kryeministin e Shqipërisë, pavarësisht se kryeministri kryeministri edhe mund ta tekalojë. Të lutem, kryeministri mund ta tekalojë kryeministri. Mund të ta tekalojë, por zotërisë është politikan dhe jep llogaritë të kund. Po është pa pranuar Gjyqtari është i përjetshëm. Gjyqtari në fakt si jep llogari vetëm kur shkel Ku duhet të jetë kur shkel drejta? Ku? Ku duhet të jetë Ekzekutivi Ekzekutivi në punë ekzekutivi në Ku ma atë punë e ti? Ku ma atë punë e kryeministrit? Më zbatini ligjit pra. Mo ku shëmat, mo ku shëmat. Kush është kërkon në kryeministri? Kush është kërkon kryeministri? Ka 4 minuta si marrë puna kryeministrit. Kush është kërkon më në fund më burr? Kush është kërkon Shumë kryeministri? vllogëria më. Populli shqiptar është kërkon më. Shumica parlamentare. Nuk është alibi, Shumica parlamentare, jo më nuk është, nuk po them alibi. Po them mund. Ore kishit kryeministin, po se s'kam qeve për mund. Kishim kryeministin që i tha lavire bulevardi prokuror tash. Po jo pra se jeni marrë tani merrni. Po gjykata kushtetuese i shfuqizoi 33 vendime që kanë mbështetur më shumë se kushdo tjetër pushtetin gjyqësor në 30 vjet tash e bën një objekt goditje vetëm se dha një opinion. Do vallai dy mbyllët goja aty. Ai s'di flas. Po mundojmë të kuptojmë as opinion apo i tekalon kufit e opinionit. Kjo është Zoti Mustafa, një sekond. me re ka kodje shati. Ti mund të thush shumë mirë se nuk bie dakord me mënyrën që si e tha çfarë. Po jo ta çuash goditje të keftuar është bër rrugë. 3 zhurmagji dhe un jam më i urti këtu. Po. Tani Unë jam shumë gjinalli, nuk do të jem shumë gjinalli. atë po të thoya po zjeja termin. Tani gjej termin duar se në ke kuptimin gjyqtar. e debatit, jo të Se për të kundërvënies. robi debat. Për të nxjerrë idenë asaj që dua të them, kam një pyetje për Plarentin. Dhe qeverin, ç'a mendimi keni për gjykatën kushtetuese? Në ç'kuptim? Në përgjithësi, kush është mendimi juaj për gjykatën Çfarë për kushtetuese? burrnin e antarëve apo për çfarë? Jo. Tani Për çfarë po më pyet pra? Gjyqtari kushtetuese kam ato mendim që është shkruar në kushtetutë që kemi ndryshuar ne. Bukur. Pse 13 kryeministri ka shumë nga vendimi që pret të marrë gjykata kushtetuese? Këtë e thuti, unë nuk e di që 13. Unë po e them. Ky është opinioni im. Sepse, dakord, opinioni Tani për mua çfarë pyetje ke? Jo. Am thëç pse 13? Kryeministri. Unë e di që ai nuk ka asnjë arsye për të trembur se ka ca vota që i ka marrë ke në populli shqiptar. Jo, si kryeministri, jo, për gjykatën kushtetuese si subjekt procedurial i gjykatës kushtetuese. Atëherë ai ka meratçet e veta që i ka thënë publikisht. Këto po themi. Tani, gjykata kushtetuese në s'po themi përqindje, po në shumicën e rasteve ka palë ose objekt vendime